Të nderuar shikues, u rikthyem në studio me të ftuarin për ditën e sotme. Në fakt do të flasim për sukseset e të rinjve tanë dhe do të ndalemi tek një tjetër i ri i cili ka korrur suksese në sport. Liga botërore e karates është zhvilluar në Venecia nga 4 deri më 7 dhjetor të këtij viti, ku sportisti tetovar Isa Elmazi ka shënuar një arritje të madhe. Si garues i klubit Fati, Elmazi ka siguruar vendin e parë në kategorinë kumite 70 kg, duke kurorzuar turneun me një paraqitje të pastër dhe dominuese. Për të folur për këtë çmim, për çmimet e tjera, për le të themi karrierën e tij të deritanishme dhe njëkohësisht për klubin e karates Fati, kemi nderin dhe kënaqësinë që Isa Elmazin ta kemi sot në emisionin tonë. Përshëndetje Isa, mirë se na erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit shumë që ke ndarë kohë nga dita yte sot për të na u bashkangjitur në emisionin tonë. Fillimisht të përgëzojmë për këtë çmim, shumë suksese dhe faleminderit që na bën krenar ti edhe të gjithë ata të cilët janë pjesë e klubit Fati edhe në garat botërore. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Isa, mund të na flasish pak në lidhje me këtë çmim. Pra e përmendëm që është një arritje shumë e madhe, por çfarë paraqet për ty ky sukses? Ky sukses për mua paraqet shumë, sepse nuk është se ne kemi filluar përgatitjet për këtë garë tash, ose para 1 muaj, 2 muaj, unë vazhdimisht ushtroj, edhe bashkë me trajnerin dhe antarët e klubit, vazhdimisht përmirësohem dhe ky sukses deri më tash në karrierën time ka qenë suksesi më i madh, edhe normal ndjehemi lumtur për këtë sukses se ja arrita qëllimit për ta përmbyllur këtë vit me një sukses të madh. Po. Si e prite këtë sukses? U përgatite që do të fitosh psikologjikisht, le të themi, ose jo? Po, nuk është e parë që unë marr pjesë në Liga botërore, ka marr pjesë edhe më parë në Dubai, Spanjë, Kroaci, por për fat të keq veç një herë kam arritur në Itali të kurorzohem nën kampion, por këtë herë e dija se jam më i përgatitur sepse nga krejt ato gabimet kam mësuar dhe kam vazhduar t'i përmirësoj. Dhe këtë garë isha i bindur se do kthehem me medalje të artë, por asnjëherë nuk i dihet sepse karatja është sport që çdo sekond mund të humbet lufta, duhet të jesh shumë i koncentruar dhe fal Zotit këtë herë arrita që të kthehem me medalje të artë. Me kë je ndeshur në këtë? Po, në këtë turnir, në këtë garë, pse është garë shumë prestigjioze, marrim pjesë mbi 40 shtete, 3000 garus, ku unë atë ditë u sfidova me 6 garus dhe në final ishte sfida ime e 7, ku ndesha me garus nga vendet skandinave, Zvicrës, Kroacis, Ukrainës dhe në finale me Frances. Dhe në fund fitove, domethënë. Po. Edhe kjo ishte shumë e bukur. Si e priti familja, shoqëria këtë sukses të ndin trajneri i klubit? Po, duke filluar nga familja eme më përkra çdo herë dhe është prej në fillim të karrierës time, çdo herë vinë mi ndjekin garat dhe ato e din se unë kam ushtru dhe e meritoj këtë sukses dhe nuk ishte diçka që ato nuk e pritnin. Njësoj edhe prej trajnerit, sepse trajneri luan rol të madh në një rezultat të një garuesi dhe me atë ushtrim çdo ditë, përmirësojmë gabimet që të arrim jo deri në këtë sukses, po edhe në suksese më të mëdha. Dhe po ashtu edhe antarët e klubit, shokët e mi, ato vazhdimisht mundohen që të më ndihmojnë dhe unë t'i ndihmoj ata dhe në këtë garë ja arritëm qëllimit dhe normal ato më pritën mirë, u gëzuan për arritjet e mia siç gëzohen për herë për njëri tjetrin. Njëri tjetrin, shumë e bukur. Është kjo medalja të cilën e ke fituar, apo? Po. Në momentin, domethënë, kur t'u dha ky çmim, ky sukses, personalisht si u ndjeve, i lumtur, i plotësuar që ke arritur këtu? Po, unë ndjeva i lumtur, por nuk mund të themi plotësuar, sepse në karrierën time është veç fillimi, është një medalje e madhe dhe sa që di unë herë e parë në histori të Maqedonisë në moshën time që arrihet ky sukses në Liga botërore, por për mua unë kam synime shumë më të mëdha dhe nuk është se jam i kënaqur vetëm me këtë, dua të fitoj edhe më shumë, prandaj gëzohem, por
përsëri fillova të ushtroj dhe çtash përgatitem për gara tjera siç janë shembull çtash kampionati evropian. Nuk ke shumë kohë ta shijosh këtë sukses sepse më njeri ke garat tjera të radhës. Isa po e çon përpara emrin e Tetovës, po njëkohësisht edhe të sportit të karates në vend. Rezultatet tuaja flasin qartë për ambicien dhe potencialin cilin ke. Por megjithatë, cilët kanë qenë çmimet apo pjesëmarrje në gara më herët që ke marrë pjesë? Përveç kësaj, ka marrë pjesë para 2 jave në kampionatin shtetëror, ku shpalla kampion shteti dhe ajo ishte kualifikim për në kampionatin evropian, që do mahet në Kipër, në Limassol, në shkurt. Pastaj, po ashtu një javë para asaj, mora pjesë në kampionatin balkanik, ku në semifinale unë poshta nga Turku, por pastaj arrita të fitoj medalje të bronzt dhe kam marrur pjesë në shumë liga botërore këtë vit në Dubai, si qtash, Spanjë dhe në Kroaci. Cili ka qenë, le të themi, suksesi yt më i madh ose arritja yt më e madhe deri më tani, që ti e ndjen si është më e madhja? Deri më tani është kjo në gara ime fundit në Veneci, po në ligën botërore, sepse arrita të kthehem me medalje të vendit art. Nga kjo garë kam arrit të kthehem po ashtu edhe njerë me medalje të argjent, por jo asnjëherë jo të art, po. Kjo ishte rajme e parë. Shumë e bukur, të përgëzojmë edhe për këtë çmime dhe për çmimet e tjera të cilat njëkohësisht i ka marrë dhe pjesëmarrje në shumë gara. Si ka lindur Isa tek ti dëshira për karaten? Po, dëshira për karate unë ka lindur në fillim sepse edhe baba im është marrur me këto sportet, këto lloj sportesh, dhe unë prej vogël i kam pa ato veshit dhe për herë më kanë pëlqyer prej moshës 3-4 vjeçare dhe nga kjo baba im më çoi të filloj të ushtroj karate, njerë ishtë veç si hobi, sepse kur je i vogël nuk mendon shumë për të ardhmen, por pastaj duke ushtruar edhe duke sportin filloja ta doja më shumë, edhe arriti të bëhet si pasion që qtash unë ushtroj çdo ditë për t'i arri ëndrat e mia. Dhe për ta bërë krenar edhe babain tënd, që të ka përkrahur në hapat e parë edhe gjithë familjen dhe gjithë shoqërinë. Po në klubin e karates Fatis janë raportet me trajnerin, me zoti Arlindin, të cilin e përshëndesim, edhe njëkohësisht edhe me të gjithë anëtarët tjerë të klubit. Raportet normal janë shumë të mira, sepse unë atë klub ka më shumë se 10 vite që ushtroj, edhe unë jam përreri mendimit se trajneri luan rol shumë të madh në arritjet e një garusi, siç luan rol të madh në arritjet e mia. Ne çdo ditë nuk s'ka pushim te klubi jon, çdo herë bajram, festa, ne çdo herë ushtrojmë. Provojmë që t'i përmirësojmë gabimet që i kena, që një ditë jo veç këto medalje, po të arrijmë edhe të synojmë medalje edhe më të larta, më të mëdhaja, edhe raportet normal i kemi shumë të mira, po ashtu edhe me antarët e klubit që përherë më përkrajnë, më ndihmojnë në stërvitje, ushtrojmë bashkë, dhe ajo përkrarje nuk ishtë veç në stërvitje, por po ashtu edhe kur isha në Itali, sepse mbas çdo lufte unë kisha mesazhe apo thirrje nga antarët e klubit që më çonin dhe më ndihmonin se si mund ta mposh garusin e radhës. Posaçërisht me trajnerin, kisha biseda shumë gjata prej trajnerit, mi tregonte gabimet, ku i kam, çka duhet bëj, dhe me atë ndihmën e tij, edhe ndihmën e kretëve shokëve tjerë, po ashtu edhe Doani, që është një garus me rezultat shumë të madh në klubin ton. Unë kam pasur telefonata po ashtu edhe nga ai, që vazhdimisht provoja të mësoj sa më shumë, edhe ai, sepse kur ke provoj të madhe, mund t'i shohësh më mirë gabimet se sa unë. Edhe unë provoja të mësoja nga ai, dhe me ato mësime të arrit deri në finale. A ke pasur Isa ndonjë shembull ose model të një karateisti qoftë botëror, ndërkombëtar, apo që vazhdon ta kesh si inspirim për këtë lloj sporti? Po, për mua inspirim përherë kanë qenë antarët e klubit mi, siç janë Doani, Dritoni, Erdona, sepse ato janë po ashtu punëtor shumë të mëdha dhe kanë arritur arritje shumë të mëdhaja, dhe kjo normal është një frymëzim për mua, sepse duke i parë ato, më është edhe mua, shtuar dëshira për të arritur sukses. Edhe të motivojnë gjithmonë. Po.
Cilët janë planet që i ke tash shpejt, pjesëmarrja në gara ndoshta që përmendë pak më herët? Po, në garat evropiane në shkurt dhe kemi filluar normal pregaditjet prej qtash që të arrim të bëjmë sukses edhe atje, sepse normal nuk jemi të kënaqur vetëm me një medalje, ne duam të arrim sa më lart edhe prandaj përgatitjet i kemi filluar prej qtash dhe synojmë që të kthena me medalje të artë edhe prej atje. Përveç sukseseve në sport, unë jam shumë e sigurt që je i suksesshëm edhe në shkollë, apo jo? Po. Sa kanë mirëkuptim profesorët kur ke gara, sa të përkrahin? Po, janë shumë të mirëkuptueshëm. Edhe unë arriti balancoj mirë shkollën dhe mësimin, po ashtu vitin e kaluar unë zgjodha edhe nxënës gjenerate. Kjo edhe tregon se atë balancim e bëj mirë, nuk është se më pengon, sepse prej mosh të vogël jam marrë me sport edhe nuk është se është si pengesë për mua që mos të mësoj. Kjo është shumë e bukur, kur je shembullor edhe në shkollë, apo i shkëlqyeshëm edhe në mësime, edhe njëkohësisht në sport. Cilat ishte porosia jute për të rinjtë që duan të merren me këtë lloj sporti? Porosia im për sportin e karates veçanërisht është se asnjëherë nuk duhet të jesh i kënaqur me çka ke qtash, por ajo përherë duhet të jetë siç themi, është e kaluar dhe duhet fillosh përsëri të ushtrohesh për garat që i ke në vazhdim, sepse veç ashtu mund të arrish më shumë. Unë kam pasur edhe prova një shembull se kam humbur në Liga Botërore në Dubai, Kroaci, Spanjë, kam humbur prej luftën e parë, edhe ajo për do garues është dëshpërim, edhe e lejnë, nuk duan të vazhdojnë më, por unë nuk u dëshprova, vazhdova të ushtroj normal çdo ditë dhe në Veneci arrita që ta kaloj atë luftën e parë, pastaj 2, 3 dhe arrita deri në luftën e 7 në finale. Shumë e bukur. Isa, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit tonë, të përgëzoj për këtë çmim dhe të dëshiroj shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës për sot. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.